Në këtë studio jam së bashku me këngëtaren Lidia Lufi, në një mëngjes shkodran, një këngëtare re shkodrane, shumë e suksesshme. Mua ma zbukuron në studion. Mirëmëngjes Lidia, mirë se ke ardhur në studion ton. Më vjen shumë mirë që jemi sot së bashku në këtë studio, sepse jo vetëm unë, por publiku të kanë ndjekur në sukseset tuaja më të fundit. Veçanërisht unë këtu do të përmend suksesin tënd në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar, në festivalin e 57, ku Lidia Lufi është shpallur fituese e çmimit të dytë. Nuk është pak, është, do thosha, një sukses i mrekullueshëm. Si ndjehesh? Shumë faleminderit. Për mua është një gëzim shumë i madh në fakt. Unë jam një shumë e privilegjuar atë natë, sepse në asnjë moment nuk kam menduar që një vajzë 20 vjeçe shkodrane për herë të parë në festival mund të marrë një çmim. Edhe për mua ka qenë, domethënë, një mirënjohje shumë e veçantë për tonë punën e madhe që kena bë, për njerëzit që kanë bashkëpunu, për ata që më kanë mbështet. Kur merrshe njoftimin Lidia Lufi kaq pik nga njëri nga tjetri, do me thënë diçka pulsonte ti këti, ndoshta një dëshirë se mos ndoshta, dhe unë po jam fituese dhe fituese çmimit dytë, apo jo, diçka shumë e bukur. Në fakt ka qenë shumë emocion i veçantë, sepse për një moment kam menu që jam fituese e çmimit, sepse dy prej antarëve të jurisë më dhanë 30 pikë njëri mas tjetrit, edhe unë kisha një diferencë shumë të madhe prej tjerëve. Edhe ishte shumë emocion, ka njëra anë nuk e besosha, ka tjetra anë e kisha shumë afër fitoren, edhe thosha okay, çatu nol. Sa gjë e bukur, sa gjë e bukur, shumë e bukur. Ka qenë emocion shumë. Po kjo nuk është rasti. Nuk është rasti sepse kënga rrëfehem. Në veçanti kjo këngë që unë për mua është një kulmi joti, natyrisht edhe i bashkëpunëtorëve tuaj, nuk është e rastishme. Ajo ka ardhur në një rrugë rritje tek ty, sepse këtu në një prizëm ti je bashkëautore e këngës, muzika Enis Mullaj, teksti Lidia Lufi, këndon Lidia Lufi. Pra je një pjesë përbërëse shumë organike e këngës. Ka lindur ky bashkëpunim herët, sepse me Enis Mullajin ke patur dhe një bashkëpunim tjetër. Tashmë edhe si autore e tekstit të ka bërë shumë afër këngës, e jotja kënga në të gjitha aspektet. Me thënë të drejtën, unë kam fillu bashkëpunimin me Enisin që në janar të vitit që kaloi. Kam marrë një sugjerim për me bë 3 këngë bashk, 3 materiale. Ne kena një material bashk edhe Home, është në fakt kënga eme e parë, është në anglisht, nuk është në shqip, që është pasqyruar edhe me videoklip në YouTube. Mandej ka ardhur kënga Duaj në këngë magjike. Në këngën magjike. Dhe mandej ka ardhur kënga Rrëfehem, që për mua ka qenë shumë e veçantë, sepse ka ardhur fiks në kohën e duhur, unë jam gjetë në disa rrethana dhe emocione të atilla që më kanë. Në momentin që unë kam një atë demon në studion e Enisit, kam qenë gati për me shkruat tekstin. Domethënë më ka ardhur shumë natyrshëm, nuk jam sforcu në asnjë moment. Ti kishe shkruar ndonjëherë një tekst këngë? Unë shkruaj në përgjithësi, po gjithmonë kanë met në arkiva, domethënë në trajtën e një ditarit, apo disa emocione që unë i halli diku në një blok shënimesh. Kam pas idenë gjithmonë këtë ëndrrën që në një ditë mund të jem një këngëtare shumë e madhe që mund të shkruaj këngët e mia. Por asnjëherë nuk ma duk e mundun që unë me dal në një festival kombëtar me tekstin tim. Edhe kjo ka qenë një arsye tjetër pse unë kam qenë shumë e kënaqur që mujta me nxjerr një pjesë tamen. Dhe erdhi Rrëfehem, si lindi ajo, domethënë e kishe shumë afër, e ndjeje, dhe prandaj e shkruve kaq bukur. Në fakt, unë kam thënë, gjithkund ku kam folë për intervista, kam thënë që në momentin që arti njihet, si do t'jetë muzikë, pikturë, aktrim, teatr, pasqyrohet direkt edhe vetëm në atë moment ti mundesh m'ia dhënë emocionin tjetrit sepse ti po e njeh për veti. Nëse ti s'ke diçka që vlon brenda tejet, as ai personi që ke përballë nuk ka me njeh.
Edhe më thënë drejtën, kënga është drejtu Perëndis, një qenjet që disa mund ose mund mos besojnë, por e kam shkruar këngën me idenë që secili prej nesh një moment ka një sens reflektimit, që si është të shku jeta jeme dhe qa kam ba unë deri tash dhe qa mund të baj. Ashtë si tipi i aty në rezolucioneve që ne i vëm natën e vitit 3, se qa na pret viti tjetër që vjen. Edhe për mu, mas një vitit me shumë emocione, si që ka kënë 2018, mujt e funit kam kënë, tash, qa kam ba deri tash, kujt i falenderojmë për këta gjana. Si kanë ardhë, a kam punu në mjaftushëm, kush kanë kënë frymëzimet e mia, a kam nëru njerëzit e dashtën zemrës që kam dashtë me nëru, a kam bon maksimumin tem, a ka diçka që unë du me rregullu me vedin. Gjitha këto emocionet jam mundu me i përmledh me disa rreshta, edhe me mujt me Sa bukur Lidia, në fakt më ke emocionuar edhe mua në këtë rrëfim tëndin, natyrisht me fjalë dhe me vargje. Po pastaj vjen një këngë që do thosha është madhore. Një këngë që ka një crescendo, që ka një zhvillim, që ka një ndjesi të brendshme dhe që shprehet një vokal të plot, shumë të plot. Do thosha mjaft bukur, shumë bukur. E ndjeje shpirtërisht, ndaj e rrite këngën, e kulmove, e qove në pika që ndjeshmëria natyrisht të prek shpirtin. Gjatë interpretimit, çfarë ke patur parasysh? Atëherë, kanë kënë 2 net të kanë kënë 3 net, po për mu kanë kënë 2 net, dhe më thonë që kanë pas emocione. Nata parë që unë kam pas në fakt me vesh edhe dorezën e djathtë natën e parë, por nuk e kam vesh sepse kur kam marrë mikrofonin për me hinë skenë, pak ato emocionet e hymjes, pak dridhjet edhe doreza që rshite dhe godi mra mikrofonin tokë. Për mu ka kënë shumë emocion dhe kam pas si kështu si përgjithësi të madhe që po hy. Unë zakonisht nuk kam emocione në skenë, po ai festivali kombëtar mu dukte, tash nëse unë, të me thënë, jo dështoj, po nuk e realizoj mirë, kam me lanë mbal shumë njerëz, kam me lanë mbal vedin, edhe fillova pas ta emocione shumë si negative, dhe nata e parë shkoj, isha e kënaqur deri diku. Natën e dytë kanë qesh ato të mikrofonimit, ato djemtë që na veshin mikrofonat, sepse kam vu një këngë që unë e du shumë, është i këngë ritmike, para se me hinë skenë. I kam thonë vedit, Lidia, do të hysh, do të bashmot mirën tane, do të shijosh këngën, një është si e ki shkru, sepse për nuk e shijove ti, as njeni për aty që janë aty nuk ka me kuptu këngën. Dhe kam vuat këngën, kanë këcy ata djemë bashkë me mu, kush ka kënë aty rreth, dhe i kam dhënë zemër vedit, sepse nuk dosha që me hi me emocione, me hi me frikna, me hi me... Jesh zakonisht bukur. Unë në fillim të programit, në fillim të programit të radios, përpiqem të jap disa mesazhe dhe duke thënë kape ditën, kape çastin, momentin, po kjo që thua ti është tamam ta kapësh momentin tënd, të jesh ajo vetvetja që ti ke përgatitur për të ardhur, për të hedhur ato hapa dhe të jesh sigurt. Më pëlqen shumë Lidia që je kaq e drejtë për drejtë, kaq e prekshme, e ndjeshme në të gjitha ato çfarë thua dhe natyrisht shumë e besueshme. Faleminderit. Por në të vërtet Lidia Lufi nuk ishte një si thua diçka e papritur, sepse ti ke kënduar në disa festivale, madje në Shkodër ke patur mjaft sukses me Luleborën, dhe do thosha shumë e duar trokitur, ke fituar dhe çmim të dytë, por edhe te kënga magjike i cilësuar mjaft mirë, mjaft afër, si thuash, atyre vlerësimeve, dhe kjo për ty ka qenë një crescendo. Një rritje, po. Me thonë të drejten, unë mendoj gjëja më bukur e një personit, e një karrieret, një personit është momenti që gjanat vinë natyrale edhe shumë të pa planifikume. Edhe ideja me nisin ka kënë fakt që me pas këtë rritjen.
me pas edhe një prezantim të publiku, sepse në momentin që ti vjen nga askundi, edhe pse unë vi nga një eksperiencë, nga një televizion tjetër që është domethënë nga platforma Voice, ku kam dalë edhe e dyta, ai momenti i njohjes është shumë pak, është 2 muaj mas Voice-it, edhe kaq. Dhe unë nuk dosha që me dalë në festival kombëtar dhe njerëzit mos me ditë se kush është Lidia Lufi. Të paktën maj sa mund njifem, sepse unë nuk është se kam një karrierë apo background të madh që më Po ti je vetëm 20 vjeç. Dhe qosh me jetë të gjatë me sukses. Faleminderit shumë. Dhe ideja Këngës Magjike ka qenë përveç se me çu një material të mirë, me marr me pas një përfaqësim të mirë, me marr një kritik të mirë, ka kanë ideja që edhe me hap pak a shumë dyrt për festivalin kombëtar, që besoj për çdo artist në Shqipëri është ai kulminacioni, si thoni ju, dhe kështu ka kanë edhe për mua. Domethënë, edhe arsyeja pse ne kena lënë këngë rrëfem për festivalin ka kanë jo rastësore. E kena menduar si materialin më të mirë për atë platformën më dinjitoze. Por Kënga Magjike patjetër ka kanë një emocion i veçantë, sepse edhe ajo ka kanë një material që unë kam dashur shumë, edhe pse nuk e kam shkruar tekstin vet, ka kanë bajagim mrena ujnave të mia, ideve të mia, shprehive, kështu që ka ardhur edhe ajo shumë natyrshëm. Diçka shumë e bukur. Më bën përshtypje vokali yt, sepse nuk e di çfarë formimi ke muzikor. Ke mbaruar një shkollë muzike, ke një regjistër që kap nota të larta, por që edhe zbret, domethënë më bën përshtypje natyrisht potent, po shumë tingullues, i fuqishëm, por herë edhe i brishtë në nuanca të veçanta. Cila është përgatitja jote vokale? Atëherë, me thënë të drejtën, unë nuk kam asnjë shkollë muziket, asnjë përgatitje të shkurtër, nuk kam marrë kur një leksione nga dikush. Kështu që për këtë i dedikohem totalisht vetëm Zotit. Është një talent. Vetëm kaq domethënë. Patjetër, masi unë kuptova, masi dole e dyta te Voice-i, kuptova që zoni në fakt është një gjë shumë e brisht. Këtu në Shkodër më herët para Voice-it ishe aktivizuar? Jam aktivizuar shumë pak. Vetëm mund të jem aktivizuar 2 herë. Një herë në një shkollë kur kam qenë më përpara dhe në një rast tek tuk në gjimnaz. Por jo, domethënë imagjino as shoqja ime e ngushtë nuk e ka ditë që unë kënoj, sepse e kam majtë të msheu, nuk kam vetëm familja jote. Vetëm familja. Edhe atë familje dhe bilet me pak dëshim. Por e kam thënë, domethënë ai që më ka dhënë më shtysen për me pas besimin veti ka qenë baba. Edhe baba i Lidës, ndjes past. Lorenz Lufi. Natyrisht një hap ose një mbështetje fort është familja, dhe kur është prindi, domethënë çdo gjë merr krah, apo jo? Prandaj po them, domethënë unë nuk kam asnjë përgatitje, asnjë gjë më përpara në muzikë, por thjesht ideja që dikush më ka shtyr mua në atë shkëmbien e vogël që ka patë unë. Kjo është shkolla më e mirë që mund të kem pas, domethënë, sepse tonat zjarrin që unë kam pas të fikun mbrën, ose që ka kënë të u fik, i ka dhënë kështu një nezën edhe kaq ka mjaftu. Thash, masi kam kuptuar se zoni është në fakt një instrument që ka shumë vlerë, dhe nëse nuk kujdesesh mund të humbin. Më pak edhe me insistimin e mamës që nuk rrin rahat edhe gjithmonë ka një këshill pikë. E përshëndesim. E përshëndesim nëse është nani. Domethënë mëson më kujdes, me pi disa gjëna, me të kriju komfortin familjar, të afërt. Po ajo është diçka e madhe. Të japësh shpirtit tënd është ka shumë rëndësi. E mrekullueshme. Edhe tani për ta mbajtur këtë vokal, këtë zë, punon apo e lë aty për ta shpërthyer diku, apo? Domethënë ka gjithmonë një kohë ruajtjet
që me rrujt zonin, dhe ka një kohë që ti dush me dalë edhe me shpërthy. Po atjetër unë nuk e kam ditë se qa janë vokalicat, nuk e kam ditë se qa janë hapja e zanit, e kam mësu prej disa personave pak më të rritun se unë, ose në trajt shoqërijet, ose në trajt Rona më kam mësu disa këshilla shumë të mira kur ka mentoria jote. Mentoria. Po. Kur kam kenë në The Voice, edhe kam mësu disa gjana, po them unë kështu si remedi shpijet, se si mund të hapi zanin para festivalit, ose se si ta trajtoj javën për para një evenimenti të madh që unë kam. Po, ajo që më ka ndihmu mu ma shumë se çdo gjë këtë vit ka kënë eksperjenca. Sepse unë më ka rastis me ndaj në Tiranë, po thuj se pjesë më të madhe të këtij vitit, dhe unë kam punu me një band, të paktën një herë në javë, kena pas evente, gjana, dhe gjëja më e mirë për një artist të ri është eksperjenca. Prandaj vjen rritja vokale, prandaj vjen siguria, sa më i sigurt je, aq më shumë shtyn në nota, aq më të sigurta i ke, aq më si regjistrin nel, si regjistrin poshtë. Nikon shumë edhe psikologjia, nikon pak puna, pak praktika, janë shumë gjëna që bajnë të dukshme këtë rritjen që thoni ju, që është reale në fakt, që nga Voice deri më sot. Shumë bukur. Ju përmendët prindrit. Prindrit si mbështetësit e parë tuaj. Po ndërkohë njeriu që të ecë do dhe krah, dhe këto krah jo vetëm tek familja që është gjëja më e rëndësishme, por në këto instanca artistike kanë shumë rëndësi. Keni diçka që mund të thoni për dikë që ju ka mbështetur, që ju ka përkrahur, që ka bërë që të thonë, ec Lidia, ec se je shumë mirë. Me thënë të drejtën, është vetëm familja, edhe një pjesë shumë e vogël e shoqërisë. Unë jam edhe tip që pavarësisht se kam shumë njoftunina, kam shumë miqësi, gjithmonë lidhem të ato 1, 2, 3, 4 të mitë, domethënë që i kam. Por ato që i kam më kanë mbështetur në çdo hap. Edhe është shumë e rëndësishme sepse unë në përgjithësi jam tip shumë skeptik. Në lidhje me çdo gjë, po më shumë me veten, edhe shumë kritikuese. Dhe në momentin që ti je shumë kritikuese ndaj vetes, të paktën ke nevojën që dikush që ti ke ofër më ardhë, me thënë, me të shkun pak, edhe dhe thënë, shif se i tu ishe realisht mirë, mos ja fut kot, ose i tu mos ja ban qefin vedit. Shumë bukur. Ke gjithmonë nevojë për dikën që i shef gjërat më mirë se ti, një tret, ose një person që të njeh ty, e ka pa dhe situatën dhe të jep një gjykim më të mirë, sepse ne ka herë jena kështu si të verbër në disa gjana. Jo, me qenë se varet nga personi dhe duke qenë gjithmonë pak kritik ndaj vetes, kjo është një shenjë shumë e mirë që të mos vetë kënaqesh, po përkundrazi të kërkosh më shumë tek vetja. Kjo është shumë e rëndësishme besoj, sidomos për një artist të ri që mos me u kënaq me pak. Se besoj kjo është mënyra vetme që ti mundesh me dhënë më shumë prej vetet. Është një shprehje shumë e bukur që nuk e kam një për një shokut, dhe shprehja është mos arrit kur majën. Sa bukur. Është një urim, në fakt, mos arrit kur majën, edhe duket kontradiktore se ne toni dëshirojmë majën, si më thënë dikujt. Po secili dëshiron maja për të mbërritur. Por mos arrit kur majën do thot mos u kënaq shkur, në sensin që me mbrit një pikë. Gjithmonë ka diçka më lart. Më lart. Edhe mos me mbrit një pikë që më thonë, okay, tash kam bë boll, si më thonë. Edhe në këtë sens gjithmonë kam pas kam disa njerëz të mi, si më thonë, që gjithmonë më bajnë me urrit, nuk më majnë në ekuilibra, as nuk më rrisin vesht, as nuk më demoralizojnë, edhe gjëja më mirë është kur janë objektiv. Do të thënë për te njësisë dashnijës që ka familja apo shoqënia, në momentin që ti ke njerëz realista dhe të dashtun dhe të pastër afër teje, është shumë e rëndësishme në çfarë do lloj karrieret, në çfarë do lloj, sidomos në art njerë, që ka shumë bryla, ka
ka shumë pritshmëri, tulta të larta, ka shumë kritika. Të zhdridhur pak sa shpirtin nga këto ndjesi, sepse në art natyrisht ka shumë balanca dhe disbalanca, dhe një vajzë nga Shkodra me supe relativisht të brishta në fillim të karrierës, po përballet me disa gjiganta atje në Tiranë, si e ndjer kështu? Fillimi ka qenë me shumë frikë. Nëse ka një gjë që du të me rregulluash, unë du të me dal me domethënë, jo në sensin e krenaris, po ballart për aq potencial sa kam unë. Po dyshim është kjo, wow, jam të kënu në një skenë filanin, dhe kam shku pak si tu struk në fillim. Deri sa erdhi një moment që kuptova që po njihemi inferiore për arsyet pa qëna. Kështu që e mlolla vedin edhe thash, arsyeja pse ti je këtu nuk është kot. Kështu që e thjesht, po krenari, po vesh të mlej, po thjesht qëndroj aty në parimeve që ke ti, diftoj potencialin që ke ti, dhe kjo është detyra jote. Dhe nuk ke pse nihesh as inferiore, as superiore ndaj dikujt. Ti ke vendin tënd edhe kaq. Është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është një kredo, një moto që të vën në lëvizje në këto ditë, në ditët që vijnë, tek njerëzit e afërt, tek njerëzit e afërt që janë larg, tek të gjithë kjo marrëdhënie e jashtëzakonshme që çdo njeri ka, po në veçanti për një artist si ti dhe për një vajzë si ti që pas pak ditësh do të fluturoj. do të fluturoj idealisht. Do të fluturoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek njeriu i zemrës. Kjo është natyrisht për njeriu një lajm i jashtëzakonshëm, bashkimi me njeriu e zemrës, por ndërkohë arti natyrisht kërkon impenjime, detyra. Nuk e di, ajo që thej pak më parë, tregoje veten, mbështetu tek vetja, ndoshta vlen më shumë se asnjëherë tani. Është e vërtet. Atëherë unë për shumë arsye rrethana, për arsye edhe të studimeve që kam, sepse unë besoj që patjetër për momentin muzika është një gjë shumë e rëndësishme për mua, por duke ditë se sa e vështirë është për me të dhënë ai shansi, që ose e merr ose nuk e merr dhe mund t'ikun. Unë kam nga një vajzë që kam punu gjithmonë fort dhe kam studiu, dhe më duket sikur i hyn hak vetes edhe mundit prindve dhe çdo gjajet, nëse unë nuk vazhdoj studimet për një gjë që më pëlqen, edhe ta kem atë bazën, sepse kam njoh shumë artista që e bajnë muzikën thjesht për mbështetje ekonomike dhe fillojnë dhe bajnë robotik. Gjë që unë nuk e du absolutisht në asnjë moment, sepse jeta është e vështirë dhe ka sfidat e veta dhe nuk mundesh me u varë vetëm nëse po të vjen apo jo muzika. Dhe kam thënë, nëse unë e kam këtë bazën, është më mirë nëse unë e kam luksin që atëherë kur frymëzohem me bë muzikën. Ndoshta jo në sensin e karrierës, se karriera don angazhim pafund. Nuk po them që nuk mund të ndodhin, por po nisa me disa plane, me disa perspektiva që mos të shkoj vetëm me një ide, vetëm me një dhe gjëja më e tmerrshme për një njeri mendoj është kur ja mbyll ato shtigjet vedit. Sepse jena të ri dhe kena shumë mundësina dhe përveç se nëse e kufizojmë veten. Amerika është vendi i shanseve dhe shpresoj të shkoj përmbar me këmbë të mbar, do të thosha, ndërkohë që muzika është prioriteti yt, por gjithsesi çdo njeri do të uroje një jetë të mrekullueshme, një fat të bardhë, do thosha, por nuk e di si mendon, sepse në një festival të arshëm ka Lidia Lufi nga Amerika për të realizuar një këngë. Nuk e di, mendon që do t'i ruash lidhjet me jetën artistike? Me thënë të drejtën, unë mendoj që do t'i ruaj, edhe pse njerëzit më të afërt edhe motra jeme mendon që unë do të shkoj në Amerikë, do të kem angazhime, do të harroj Shqipërinë, do të bëj këtë. Po nuk e di pse kam nëse kam mësuar një gjë
një gjë të vetme, më të rëndësishme në këtë vit është që vetëm ti din limitet dhe gjanat që mund t'i arrish. Edhe shumë njerëz më kanë thënë gjana që unë s'mund t'i arrij, nuk mund më thënë vjetë si më thënë gjana që unë s'mund t'i arrisha, që në fakt i kalova për shmënitet tanëve. Kështu që nëse ti njeh limitet e tuja, nëse ti njeh pasionin që ke, nëse ti din dëshirat dhe patjetër jo në mënyrë jo realiste, po me punë edhe me pak zgjuarsi në lëvizje, mendoj që mund të arrish shumë gjana. Kështu që me këtë mendësi jam të shku edhe atje. Dhe me këmbë të mbarë. Faleminderit. Dhe me një fakt të mrekullueshëm në jetën tënde, natyrisht shëndet, sukses, gëzime, i bashkohen në kësaj atmosfere të mrekullueshme, do të uroja më të mirën gjithmonë për Lidia Lufin. Lidia, ishte shumë kënaqësi që ishim bashkë sot në Mirëmëngjes Shkodër. Natyrisht për mua, në fakt, unë nuk e di, unë e mojmë në këtë dhe herën tjetër që kina kënë këtu film as Voice-it, edhe nuk e di, kja studia edhe psa është e vjetër, kështu me ka një sharm edhe një mjesi shumë bukur, edhe ti e amëlsën shumë këtë... Lidia, faleminderit. Sinqerisht e thëmë. Ti shmërin shumë... Kam shumë kënaqësi që sot ishe këtu. Madje në të gjitha hapat tuaj, natyrisht kam pasur atë ndjesinë e një artiste që gjithmonë është vetvetja. Gjithmonë shpalos një pjesë të vetvetes nga brendësia e saj. Dhe pikërisht arti i Lidia Lufit është ky, që mishron tek dëgjuesit atë pjesë të shpirtit, atë pjesë të artistit, atë pjesë të një botkuptimi shumë ndjesor për jetën dhe njerëzit, ta shpalos tek dëgjuesit dhe t'ja dhuroj aty. Dëgjuesi, spektatori të dhuron duart trokitje. Në zemër është një urim shumë i bukur, do të thosha, paqmbarsi, fat, gëzime, suksese gjithmonë. Të nderuar dëgjues, Lidia Lufi në valët e radios është me këngën Rrëfehem, bashkë me lidhjen e internetit në Facebook. Këtu ndahemi me përshëndetjen më të mirë për këngëtaren tonë shkodrane. Mirë qetra. Mirash.